Përshëndetje të gjithëve. Do trajtojmë sot një tematikë e cila bën pjesë edhe në debatet tona të përditshme. Bëhet fjalë për median dhe privatësinë e individit. Qysh se media mori këto hof jashtëzakonisht madh, që sigurisht nuk i përket ditëve të sotme që shtuar dhe me media sociale, por i përket epokave, sidomos mbas luftës së dytë botërore, ku mori gati një rol qendror në komunikimin publik, është trajtuar dhe çështja e kufive të saj dhe te kalimi të kufive, sidomos kur bëhet fjalë për privatësinë e individit. Pikërisht këtë do trajtojmë me të ftuarit e mi. Kam Barit Curin, hoxh i njohur nga Podujeva, njëkohësisht i specializuar edhe në shkencat islame dhe në shkencat juridike, ku për secilin prej tyre ka dhe titullin master, si dhe sociologun Ferdi Kamberi. Faleminderit që kam në studio. Besoj që është një temë interesante dhe unë do drejtojmë ty, hoxh i nderuar, që të na bësh një përkufizim. Personaliteti njerëzor, privatësia e tij, si e trajton Islami? A e shëntëron deri diku? Në kuptimin metaforik të fjalës. Duke nisur nga fakti se Islami si një sistem i tërë i jetës së njerëzit, i përfshin çdo segment, çdo etapë të cilën e rregullon mirëfilli, atëherë patyshim se ai ka edhe objektivat e veta që mund të flasim këtu tash që përfshihen në lidhur me temën, janë objektivat madhore apo 5 objektivat të mëdha të legjislacionit islam që përfshihen ato. Është e para el hayatu, domthonë jeta, që është qenia e tij fizike, siguria e jetës së tij. Pastaj është din, domthonë është feja, besimi, e drejta e besimit, e adhurimit të tij. Pastaj është pasuria, pra pasuria dhe drejta e pronës. Pastaj kemi edhe an-nasabu, që është origjina dhe familja e tij, e që e fundit që e lam qëllimisht duke përmend është el-irdu, që është domthonë nderi, morali, autoriteti, është integriteti personal, është dinjiteti personalitetit të tij, apo edhe vetë ajo privatësia e tij, të cilën e mbron, e ruan edhe e shëntron. Pra këto 5 objektiva janë objektiva të shenjta, që shariati islam i shëntron edhe obligon ruajtjen e tyre. Që jo vetëm në aspektet që shariati islam i shëntron edhe obligon ruajtjen e tyre, por kemi edhe në aspektin juridik të ligjit të Kosovës, që kjo është edhe kategori kushtetuese, është edhe kategori ligjore, sepse mund në enin e 23 domthonë të Kushtetutës Kosovës përmendet domthonë dinjiteti personalitetit të ruajtja e tij dhe mos cënimi i tij. Në 24 përmendet e drejta për jetesë, që janë këto 5 objektivat, edhe në 26 që është domthonë integriteti i personalitetit të personit që nuk guxon të cënohet. Por janë kategori kushtetuese dhe ligjore dhe në aspektin e ligjit që njëkohësisht janë edhe të garantuara me konventa të ndërkombëtare, me deklarata universale për mbrojtjen e tyre të drejta. Prandaj Islami mes të gjitha këtyre edhe të drejtën e privatësisë e shëntron, është diçka e shenjtë që nuk guxon ta shkel as ta cënoj. Prandaj me gjitha ato mekanizme që i parashësh shariati islam, ruajtjen, mbrojtjen dhe kultivimin e saj, është obligative që çdo njeri ta ruaj, të mos e shkel, të mos e cënoj. Për këtë kemi edhe ajete kuranore të shumta që kjo argumentohet. Është në rastin e parë ajeti kuranor domthonë surës Hujurat, ajeti 12, që Allahu thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët besoni, deklaroni se doni këtë besim, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, largohuni shumë nga ato paragjykimet e juaja, mendimet e juaja të pabaza, fa inna ba'da dhanni ithmu, se shumë prej tyre janë domthonë keq kuptime. Wala tajassasu, vim të ajete, dhe mos spiononi një tjetrin, mos hulumtoni të metat të një tjetrit. Wala yartab ba'dukum ba'da, mos e përgoni një tjetrin. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi wa mayta fakarihtumu, a dëshiron të njëri për jush të haj mishin e vllajt e vet të vdekur, një gjë të cilën e urreni natyrshëm. Prandaj këtu kemi ajetul kuranor që në mënyrë të prerë, që edhe Ibn Hajar al-Haytami dhe shumë të tjerë e komentojnë se është domthonë urdhër i prerë mos cënimi i personalitetit të njeriu. Ku përfshihet edhe hyrja në privatësinë e tij. Ruajtja e privatësisë së tij. Po ashtu kemi edhe ajetul kuranore që transmetohen Buhariu dhe Muslimin nga Abu Huraira, që thotë: "Wala tajassasu wala tahassasu", mos hulumtoni, mos spiononi, mos hulumtoni të metat të tjerëve, mos hulumtoni të mohon privatësinë e tjetrit, jetën e tij,
personale, private. Për t'i marrë detaj që mund t'i bëni pastaj publike. Po, edhe sepse këto pastaj edhe përshkel dinjitin e tij. Lidhur me këtë, sa kemi të drejtë, flasin edhe dietarët edhe më vonë tash, kur kemi El-Qadi Abu Ya'la në librin e tij Ahkam Sultanie, a ka të drejtë me hulumtu të privatësinë e dikujt ose gjërat që janë sekrete për të, ka vetëm në raste të caktuara. Sigur tash mund të themi në fuqinë e ligjit për prokurorin i cili ka dyshimin e bazuar që atëre ose me përgjime, ose me përcjellje, po ka prova faktike, atëherë ka drejt me kështu e parashtet El-Qadi Abu Ya'la që nëse ka dyshime, jo vetëm thjesht dyshim, ose për shkak të zilis ose inatit, ose por ka prova të mund të sakta, të forta, atëherë ka drejt me hulumtu. Se këtu bëhet fjalë për pasojë sociale. Po sigurisht. Këtu kemi çështjet të privatësisë në kuptimin e ngushtë të fjalës edhe në kuptimin etik. Kemi edhe vepra të etik. ndryshme penale, Po, për shembull, pikërisht. sikur është vrasja, është për shembull transportimi i blandëve narkotike, që është problem i madh. Tash nuk do thotë se po hinë po e cënej privatësinë e tij. Këto raste do të lejohet të hyjë në gjë të tillë. Është shumë interesant që këtu në Islam e parashet që rrugën e privatësisë, sidomos gjitha fushat, po edhe tek aspekti i fëmijëve, që çdo edhe shpërblim, po edhe çdo ndeshkim është shumë herë më i madh. Pse një gjë e tillë? Parasysh se fëmijë apo komshiu apo kujshiu si përdorin në variante ndryshme, është ai i cili me dashje pa dashje mund të shoh ose mund mësoj sene private të fëmijës tij, që një herë të ka të ndaluar rrëpsisht me hulumtu edhe di ose me qëllim. Por nëse ndodhë që rastësisht pa dashje, dëgjon diçka, shet diçka nga ana e fëmijës tij, sene private e ka të obliguar me hesht edhe me mbrojt. Sepse është person që mund shumë lehtë me ra ose me ditë ose me kuptu gjërat private të një jetë të një njeriu. Prandaj Islami është e shenjtron, e konsideron një prej objektive kryesore që nuk gëzon të preket. Pra të arsye dhe duhet të kemi kujdes, edhe duhet të ruhet, edhe duhet të për është asaj që mediat të cilat i përmendet ju kanë një ndikim jashtëzakonisht të madh, që e kanë cënu shumë. Duke pas parasysh se shoqëria njerëzore ka kaluar për disa etapa, për shembull se u ka qenë etapa e shoqërisë agrare, ka pas një formë të ndryshme të privatësisë që kanë pas në atë kohë, në rrethonat e tilla, ndërsa ka kaluar pastaj në shoqërinë industriale që ka krijuar një rregull ndryshe të privatësisë, e që fatkeqësisht sot tash jemi në një shoqëri të informimit apo një shoqëri pas industriale që krejtësisht ky zhvillim i madh teknologjik e ka ndryshuar edhe çështën e privatësisë. Thuja nuk ka privatësi sepse njerëzit edhe me dashje, po edhe pa dashje duke shkel një gjë të tillë që është e shenjtë edhe në aspektin e shariatit, po ashtu edhe në kategori kushtetuese dhe ligjore që ndoshta do të trajtojmë bashkë. Po, i nderuar Beri, po ka dhe një fenomen, siç e kanë shpërfaqur rrjetet sociale, ku ka dhe një prirje të vetë njerëzve, dhe këtu nuk bëhet fjalë për median klasike, e cila në bazë të kriterëve që i ka vënë vetvetes, kriterëve morale, kufit moral, zgjedh ta cënoj apo mos ta cënoj privatësinë e dikujt. Po në media sociale secili është i lirë, dhe unë për shembull që e vëzhgoj me vëmendje kur shikoj që njeriu ndoshta nuk e quan privatësi atë, sepse ai bën zgjedhjen e vet. Kur shikojnë që individi i përcjell publiku të gjerë një aspekt që është aspekt i ngushtë familjar, deri diku edhe intim, them nganjëherë që është dhe prirje, pra pas ka dhe një prirje njerëzore për ta shitur veten lirë. Po lidhur me këtë është atë kisha përmarrë edhe një shembull që ndoshta është edhe për të dhimbsur, por është edhe për të marrë sepse njerëzit të cilët janë të prirur që gjithçka intime ose private, jetës personale, sikur që janë renditje të shtëpisë, ose jeta aty familjare, morë drekën ato, darkën këtu, vizita, tregon karakterin e ulët të njerëzve, vetdijen e tyre të ulët. Tregon diçka që në një farë forme po na cënon edhe neve intelektualitetin tonë, duke mundu me plasosi, me publikuar gjëra që janë të panevojshme për neve, që besa janë denigruese për vetë atë si familje. Desha me përmenë në rrjetet sociale që një familje cila
donë më transferu për një shtëpi tjetër, që ta shtu dy karaktere, dy fenomene që kemi parasysh tash edhe sa i përket mediave edhe sa i përket privatësisë. Tash përkujnë për një shtëpi tjetër, tash fotografon pamjet e shtëpisë së vjetër ku banan me gjitha ato pasuritë edhe orën ditë, tash transferin në shtëpinë e re. Që kjo tash i nështrohet një krimi tjetër që hajnat, vjedhësit, e din edhe kohën, vendin, ku edhe shtu që dalin kamionin me gjitha ato orën ditë, e grabitin edhe zhduken ato. Bje viktime asaj që e zhduke privatësin dhe më të ti. Tash kemi edhe fenomenin e medias. Media që duhet me trajtu këtë rast. A është edhe cënimi privatësisë nëse marëm një lajmë të tillë dhe publikojmë media se shtu i ndodhe filan familjes, nëse ndodhe marëm që për me zburu privatësinë është ndaluar. Ndaluar, por si fenomen social, një informacion, si dobësi njërzore, që është dobësi njërzore edhe mund pasur njerëzit me pësu për kësaj, si informacion ja vlerë, po vetëm në sozat të dhe varet shpjegimi pastaj asaj që jep se si e ndërton kontekstin e lajmit. Më kujtua nga përvoja ime para shumë 20 e sa vitesh, në ato mediat e pare që ndërtuam, unë kam ndërtuar një televizion privat të sajuar vetë, shumë vite më parë, ishin fillimet edhe ishin dhe këto programet edhe në atë kohë kam qytur shumë të rëndom, me kërkesa muzikore, por që sillin të ardhura dhe me ato të ardhura mbanim. Dhe vjen nga dikush që deshtet bënte përshëndetje familjare, sjell foton e bashortes, dhe foto e bashortes ishte me rroba banjo ndet. Bështë fjalë dimër. Kam bërë një përplasje me të sepse nuk mund ta pranoja, edhe ishte ajo tentativa për ta bindur që ti nuk mund ta sjellësh bashortën kështu, të lutem unë nuk mund të ta publikoj, shko zgjidhni foto tjetër. Pra, e kam këtu ke tendenca njeriu që nuk ka merak për veten e tij dhe për privatësinë e tij pastaj. Mirë, do ta vazhdojmë bisedën edhe me ju sepse vërtet ofruat shumë të dhëna interesante dhe një gjykim interesant. Ferdi, e ke specialitet të merresh me mediat. Të merresh pikërisht me këtë aspekt të trajtimit se si trajton media. Sa kam zhikuese nga njerë është, edhe sa në rrallë, ky shperceptim, është e kujdesshme për privatësinë e tjetrit. Ndërkohë që është edhe debati i gjithmoshëm që për një kategori të caktuar njerëzish që, ata janë të dënuar për shkak të qenurit publik, që të futesh edhe në privatësi. Po. Përshëndetje, spore ju falenderoj për ftesën dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit cilët në këto momente besoj që po na ndjekin. Kjo temë konsideroj që është një prej temave e cila ka zgjuar interes në dekadën e fundit si në Shqipëri, në Kosovë, po ashtu edhe nivel global për shkak se ka qitë pa dy dimensione. E para, medien si mjet i informimit ndaj publikut, ndaj gjithë qytetarët cilët kanë nevojë për të informuar për ngjarje të ndryshme për shkak se ju e dini që masovizimi i mediave ka filluar kryesisht pas luftës së dytë botërore në Knej dhe në dekadat e fundit sidomos kemi masovizimin e rrjeteve sociale dhe së dyti ose segmenti i dytë padyshim që është privatësia e individëve ose privatësia e vetë njeriu si qenie sociale biologjike. Erik Fromm, një prej psikoanalistëve më të njohur, thekson në librin e tij Arratisja nga liria se njeriu ka bërë shumë që të krijon lirinë, ndërsa në modernitet ose në gjuhën e asaj që thirret si në gjuhën sociologjike si postmodernitet, ka arritur që të shndrohet në robot i vetë asaj lirisë cilën e ka kriju. Pikërisht është ajo që sot ne jemi dëshmitar që mediat konsiderohen si prore të globalizmit, madje sipas Edmund Burke, ato konsiderohet pushteti 4 pas atij legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Mediat konsiderohen ato prore cilat informacionin i farë mënyre e kanë pru sa më afër qytetarit, sa më afër opinionit. Ja kanë ndryshuar dhe rendin më duket. Edhe rendin e kanë ndryshuar. Dhe çka ka ndodhur në këtë kontekst? Ka afru botën prej një skajt në skajin tjetër. Ka qenë pa imagjinueshme ndoshta për 20 vitet e fundit që ne ndoshta në rastin e Kolombisë ose të Meksikës ta shohim përmes ndoshta rrjeteve sociale ose të komunikojmë me qytetarët atje, domethënë të atyre vendeve
që është konsideruar si vendet botës ndoshta të tretë më pak civilizuara, ndërsa sot i kemi mu para nesh. Në këtë drejtim, ajo që ka zgjuar interesant madh dhe në mesin e studiuesve të komunikologjisë dhe të sociologëve dhe kritikëve është se sa kemi ne privatësi sot, ku ka mbet ajo privatësia cilën ne dikur e kemi pasur. Është vërtet ajo që u tha edhe nga parafulsi më herët që sot njerëzit ndoshta për shkak të personalitetit, ndoshta për shkak të elementeve të egocentrizmit, për të qenë qendër vëmendjes postojnë fotografi të ndryshme ose postojnë domethënë darka të ndryshme në për restorana dhe në një ose tjetër mënyrë ajo ndikon që ose një haker i ndryshëm ose një vjedhës i identiteteve në një ose tjetër mënyrë të ketë ato si një lloj informatori dhe si rezultati vetë informatës cilën personi e ka postu se familja e ka postu, ajo pastaj mund të ketë pasojë ose në thyrje në shtëpisë dhe krejt. Duhet dalë të ajo që sot në shekullin 21 ky proces i globalizmit edhe pse ka ndikuar që media të kenë këtë masovizim cilën ne vetëm po flasim, sot nuk mund të flitet për privatësi, për shkak se privatësia është, mund të themi, në nivelin më të ulët. Rastin e fundit e kemi edhe kur zoti Zuckerberg, i cili është themeluesi i Facebook-ut, domethënë raporton në Kongresin Amerikan se rezultati pasigurisë ose vjedhjes së identiteteve. Sfundi para 2-3 ditë kemi rastin kur Twitter, menaxherët e Twitterit ose administratorët bëjnë thirrje publikisht që gjithë fjalkalimet të ndryshojnë për shkak të disa gabimeve që i quajmë, dhe ndoshta ato gabime qofshin me qëllim ose pa qëllim kanë ndikuar që t'ju vjedhet njerëzve identitetit, sepse ne e dimë që identiteti është përshkrim psikofizik i individit dhe identitet mund të jetë fluid. Në të njëjtën kohë njeriu mund të ketë disa identitete, tashmë së fundi është krijuar edhe identiteti virtual ku njerëz shpërfaqen edhe emocionet duke komunikuar me të tjerët ose agresivitetin që është e kundërta e emocionit të gëzueshëm e kështu me radhë, dhe kjo në një farë mënyrë na jep një sinjal se njeriu në epokën e postmodernizmit ose në këtë epokën e globalizmit ka mungesë ose i cenohet privatësia të jetë mase. Ju dhatë një lajmë në e farë mënyrë që privatësia sot nuk ekziston. Kjo është aspekti i privatësisë i kërcënimit teknologjik ose i asaj aspektit okult, pra të paditur që ne normalisht deri diku teknologjia po na e merr privatësinë. E kishin fjalën tek mënyra e transmetimit mediatik, pra tek personat të cilët për shkak të staturës së tyre publike bëhen viktim e cënimit të privatësisë, deri ku është kufiri. Apo kjo varet nga mënyra e interpretimit, sepse kemi privatësi të tipit, më shkuan në mendje disa raste që, një person publik, me një rol të caktuar publik, shikohet në një ambient të zakonshëm, familjar, dhe thjesht për një kuriozitet social ti mund ta servirësh atë. Ja, filani me familje, ka dalë me familje, pra siç e kemi parë një politikan ai ka dalë me familje. Këtu nuk ka besoj ndonjë keqpërdorim të kësaj. Ndoshta njerëzit janë të interesuar që Ferdin që e kam parë në aullet e politikës, le ta shikojnë në një ambient familjar. Besoj këtu nuk ka një. Por pastaj ka raste ekstreme që nga Ferdi dhe nga dikush tjetër zbulohen aspekti që vetë Ferdi nuk do kishte dashur dëshirës, sepse këtu nuk do kishte dashur që ti pasqyronte këto. Po, kjo është në fakt ajo që u tha dhe nga hoxha i nderuar më herët, kjo është edhe kategori kushtetuese cënimi i privatësisë. Në fakt ata mund të jenë edhe politikan, mund të jenë fytyra publike, sepse me vetë dëshire kanë zgjedhur të jenë, domethënë, një profil i tillë i cili mund të jetë një VIP ose politikan ose diçka e tillë, domethënë thjesht fytyrë publike, mirë po ka raste kur edhe media nuk do duhej, sepse shkel edhe kodin etik është madje edhe kodi etik nga Këshilli i mediave të shkruar, i cili e ndalon privatësinë, domethënë raste të tillë, po edhe nga kodi etik nga Komisioni i Pavarur Mediave, që është autoritet mbikëqyrësi i mediave dhe është organi i pavarur i cili themelohet nga Kuvendi, domethënë i Kosovës, dhe na fatkeqësisht shohim që nëpër mediat tona ndoshta për shkak të klikimeve, ndoshta për shkak të asaj pasi që edhe media në farë mënyre mbijeton nga
thjesht nga ato klikimet ose shpërndarja ati informacioni në një lajmë ta bën një bujt madhe ose thjesht kemi rastin edhe fake newsit, ku ndërsa nuk ndodh një fare një lajmë, ose kemi tituj bombastik dhe ndërsa mesazhi mbrëndësi është bosh, ka një strukturë boshe. Kjo është thjesht ato që ndoshta Noam Chomsky, i cili është një kritik i këtyre rasteve, e quhen një strategji shpërqendrimit të mediave dhe manipulim për masën duke zhvendos nga problemet ose problemet ditore ose problemet sfida të cilën ballafaqohet e shoqëni. Këtë rast, ne si shoqëni ballkanase po zhvendosmi nivel të Kosovës edhe në Shqipërisë, po thuaj se është një temë e njëjtë, kemi sfida të mëdha, kemi probleme të mëdha para vetes sonë. Edhe kemi një papunësi shumë të madhe, kemi një numër të lartë të fenomenit të vetvrasjeve, sidomos në rastin e Kosovës, kemi dukuri të shpërfaqjeve, dukurive negative, dhe ndonjëherë rastet e tilla, sidomos të ftyrave publike të bëhen më eminente, të jenë më në qendër të vëmendjes të publikut, nga mediat përdoren si një lloj instrumenti që ndoshta një farë mënyrë masën opinionin të largojnë nga ato probleme ditore, një farë lloj atashimi psikologjik, një farë lloj opiumi dhe ta orientojnë në një fokus krejt tjetër. Po dhe ku ka më mirë në thonjza pra se të shfrytëzosh aspektet e jetës private, sepse vetë individi është i ndarë midis privatësisë edhe jetës publike. Po marrim dy raste. Kemi rastin kur një figurë publike ka shkuar në plazh, plazhi është ambient publik dhe dikush e ka fotografuar në ambientin normale plazhi dhe këtë fotografim sigurisht pa lejen e tij, por në lirinë për ta bërë një gjë të tillë e ka publikuar në media. A kemi në këtë rast në një cënim privatësie përderisa edhe kjo privatësi është në kuadër të bërjes publike, figura publike në këtë rast vetë këtë privatësi, pra të qenurit në plazh, e ka publike. Nuk është se është marrë kjo nga një plazh, po themi, i vetmuar, ku ai zgjedh mos jetë në publik, por ta bën plazhin vetëm dhe i serviret publiku. Në këtë rast, pra kemi një miratim të heshtur të tij. Kemi cënim të jetës private? Megjithëse krahas këtij rasti ndoshta është përmend edhe një rast tjetër. Sigur që kemi edhe vendosja kamerave të vëzhgimit në për lokale të ndryshme, që jep kontrast me drejtën e privatësisë. Tash në emër të sigurisë, për shembull pronari i lokalit ose një objekti mundet me vendosë kamera dhe ka me ligj të i detyruar që jenë në vëzhgim të kamerave. Po kjo në fakt cënon drejtën e privatësisë sime. E cënon. Për arsye se unë shija ime çka duam të zgjedh për shembull rrobave. Kjo domon edhe kështu që edhe këtu ka një marrëveshje, sepse ato janë vetëm për çështje sigurie dhe kur nuk dyshon klienti që ato pamjet e tij do të mund të kesh përdorur pastaj sepse kompania e caktuar për shembull mund të holumtoj me shijen time se çfarë unë apo çfarë konsumatorët kanë shije, preferencat të caktuara, markat e caktuara, se llojet e caktuara, e cënon atë lirinë time ose privatësinë time se çfarë zgjedh dhe çfarë. Po, është hipotetike, gjithsesi mund është hipotetike. Kështu që domon ka raste që mund të cënohet kjo. Nëse në këtë rast unë desha të sqaroj këtë rast, si kategorizohet ky rast? Ndoshta keni të drejtë kur thoni është një privatësi e heshtur në këtë drejtim, sepse fakti që një person zgjedh plazhin mos e përmend si rast ose raste të tjera ku ne jemi të atakuar nga shumë rreziqe të ndryshme globale dhe nuk përjashton nesër mundësitë që edhe Kosova të ketë ndonjë problem të tillë dhe nevojitet ndoshta një lloj sigurimi i materialeve të tilla si lloj prove, ndoshta në këtë rast nuk e konsideroj që është cënimi i privatësisë për shkak se e ka ndarë me publikun deri në atmos ose rasti për shembull që e përmendet domethënë frekuentimin i plazhës kur është publik, media mund të fotografoj të vendos ndoshta në portal, mirë po në anën tjetër edhe këtu kemi një lloj debati se deri ku është ky kufizimi i privatësisë, deri a ka ndonjë kufi apo ndoshta është deri tek ajo sa mund t'ja cënoj integritetin personal, sepse ajo mund të vendos, domethënë fotografinë, po ndoshta ndikon ai titulli bombastik, sepse ne kemi pas disa raste edhe të disa kryetarëve të komunave në disa vitet e fundit kur janë
fotografu, ka qenë plazh publik, mirë po media ka pas disa tituj bombastik cilat kanë ndiku që reputacioni i X individit në farë mënyrë të manipulohet për shkak të Pra ja ka cënuar në një drejtim tjetër dinjitetin. Kemi edhe rastin e fundit, dhe është për ta marrë në analizë, rastin e Lutfi Azirit, pra në ambient xhamie, është një pamje e shkujdesshme. Por këtu është e qartë e lexueshme, besoj, dhe nuk ka dilema që atë pamje ai s'do kishte dashur ta ndajë me publikun, sepse është një pamje që mund të ndodhë çdo kujt, është një shkujdesje e vogël fizike që mund të ndodhë çdo kujt. Dhe këtu nuk ka dilema, besoj. Dhe këtu është një, a mund të themi që është një cënim i pastërt i privatësisë. Pikërisht për këtë edhe shquhen si media profesionale, sepse media ka një kod gazetaresk. Ka kodin i farë mënyrë, është një rregull i shkruar nga institucione përkatës ose media që e konsiderohet si agjenci socializimit. Jo rastësisht konsiderohet agjenci socializimit dhe për këtë media duhet jetë e kujdesshme se çka plason para publikut, sepse tek e fundit ne e dim që qëllimi kryesor i mediave është informimi i publikut dhe komunikimi i tyre. Informimi për atë çka i nevojitet publikut. Lidhur me këtë ekziston një teori ashtu quajtur si teori e përgjegjësisë sociale e cila ka lindur diku në vitet 50 në SBA dhe ka buru kryesisht prej teorisë liberale, sepse njihen dy teoritë e famshme, komunitarizmit dhe liberalizmit, dhe në këtë segment kjo teori sugjeron se mediat duhet të kenë atë aspektin e shpërfaqjes së lirisë, sepse ju garantohet me të konventat ndërkombëtare, me aktet normative secilit shtet am, mirë po ato qëllimin kryesor duhet të kenë që ta informojnë publikun dhe të jenë të përgjithshme për brenda suazave të atij kodi unik ose kodit gazetaresk i cili rregullon atë çështje. Do lidhem me këtë se është edhe një hadithi që transmeton Abu Daudi lidhur me këtë çështje, që thotë la taqdabu al-muslimin wala tattabi'u awratihim, domthon mos i përgryjoni muslimanët dhe mos i hulumtoni ato, domthon të pakëndshme të tyre, sikur e lidhe rastin me Lutfi Azirin, momentet caktuara që janë të pakëndshme, që ai pa dashje ndodhin gjithkujt këtu. Po ne nuk është misioni tash i media me marrë dhe me publiku ose me propagandu ose me synime të caktuara. Pra, e kjo është ajo hulumtimi i gjërave të pakëndshme. Sikur që përmend rastin e plazhit. Ai pedresta vetë ka dalë në vende publike. Domthonë ka mundësi vetë fotografon e vetë i publikon ato. Domthonë ai po e cënon privatësinë e vet, në atë kuptimin po publikon privatësinë e vet, ashtu që e patëm raste edhe më herët njerëz të tjerë që po publikojnë gjëra të ndryshme private, intime që tregojnë nivelin e ulët. Kemi edhe aspektin gjuhësor, shkrimet të ndryshme, statuset që janë katastrofë, pastaj ato fotografitë ose veprimet caktuara që flasin për një mjerim social në aspektin shoqëror. Kështu që qëllimi është media si media nuk duhet të bie në atë funksion se deshta të lidhem edhe me rolin e medias që përmend edhe më herët, duke u bazuar në konceptin e shariatit, se çka kuptojmë me media, sidomos tash me këtë zhvillimin shkencor, ka të madh që këtë avancimi teknologjik ka ndryshuar edhe jetën e shumë popujve, që përmendën për shoqëritë të ndryshme nga ajo që ishte agrare, industriale, tash post-industriale ose postmoderne, ka ndikuar shumë ndryshimin, po edhe në vetdijen e njerëzve. Prandaj media mund të lidhet në vijën vertikale dhe horizontale të zbritjes së shpalljes. E që kriteret e njëjta i përdorim edhe tek mediat. E kemi për shembull burimin që Zoti është burimi i shpalljes, mjeti transmetues që është meleku, edhe kemi pejgamberin që është vendi destinacioni ku zbret shpallja, që është edhe pikë referente për njerëzit pastaj që mu komunikuar. Pra komunikimi masiv ka ekzistuar edhe më herët, që për njeriu të pa në forma të ndryshme. E tash këtu është pyetja. Burimi, tash lajmi, a është burimi i drejtë, i saktë, i vërtetë? Pastaj mjetin cilin e zgjedh, a zgjedh televizionin, a zgjedh për shembull radion, a zgjedh rrjetin social, apo zgjedh çfarë tash cili është mjeti adekuat për përcjelljen e një informacioni apo diçka. Pastaj kemi, kujt po i drejtohesh? Çka po synon me atë drejtim apo me atë lancim ose me atë përqim të atij lajmit. Pra duhet me ditë edhe auditoriumin, audiencën, publikun, kush, sa edhe pejgamberi sa kur e çoi Muadhin në Yemen. E tha ja Muad, dije se po shkon te një popull që janë udhëtar të librit, pra janë pjesëtar të besimit krishter. Pa ki e parasysh kujt po i drejtohesh? Edhe në çfarë forme po i drejtohesh, edhe çka po i drejtohesh, domthon, edhe që është më rëndësishme mesazhi. Çka po do me arrit me atë mesazh?
për shembull me atë gabimin e atij ose atij, ose me informacione të ndryshme që kam interesu mua artistat ose këngëtarët të mund privatësia e tyre, u shkurrizu me këto, u martu me këtë, tani aq më tepër gjërat që janë edhe ndoshta edhe kriminale i publikojnë që neve nuk na hyn punë. Media na dhunojnë edhe na shfrytëzojnë edhe kohën kot për që ndoshta hyjnë për ndonjë lajm që është interesant, por del diçka kot krejt. Prandaj këtu duhet të kemi edhe këto kritere, pra burimi i drejtë i saktë, mjeti domon i mirëfillt, pastaj audiencat e dihet ku i drejtohemi edhe në fund mesazhi. Tani është edhe vija horizontale, njeriu është nga qielli në tokë, po edhe njeriu duhet njëjtat kritere duhet të kemi. Duhet të përfillim edhe të mos mirët gjithçka. Për shembull, le të jemi më konkret sepse edhe unë vetë jam interesuar sepse merrem me këtë fushë. Normalisht që ligjërimi, edhe jo vetëm ai politik, po përgjithsisht ai politik e ka akuzën shumë pranishme brenda. Ndërkohë që media luan rolin e transportuesit dhe jo rolin që duhet ishte, parimisht duhet ishte rolin e vërtetuesit. A duhet që media të bëjë thjesht rolin e transportuesit pa u futur në kritere etike? Pra, Ferdi, përfaqësuesi i partie politike, të akuzon ty për këtë gjë. Por thjesht artikulon akuza pa ofruar provë, gjë që është një gjë normale sot. Unë si gazetar, kryer thjesht rolin e transportuesit. E marr akuzën, e amballazhoj në stilin tim, pra, në mënyrë tekstuale, dhe ja përcjell publikut. Dhe nuk merren fare me vërtetimin e asaj çfarë ka thënë ai, nëse është e vërtetë apo jo. Si është qasja fetare në këtë aspekt? Duhet bërë kjo gjë? Thamë edhe më herët se misioni i media është qytetar. Është shumë fisnik. Po unë mendoj që është në interes qytetarit kjo që... është domthonjë që të përçohet lajme, informacione, domthonjë thjesht lajm, vetëm informacion, po syhet edhe kanë një komente sepse tani dalin si zyrtare, sepse fatkeqësisht kanë po na dalin media se zyrton ndonjë parti ose parti tjetër. Nuk ka rëndësi, ne analizojmë tekstin, nuk po merremi me... Nëse është thjesht vetëm si lajm që ka lansuar një akuzë të tillë, vetëm si lajm do më lejohet brenda atij etikës gazetareske, ta themi, që ta transmeton një lajm se akuzon një gjë të tillë. Megjithëse isha fokusuar në çështje që në media duhet ta kemi pak ta kemi edhe një kujdes. Ndoshta ka edhe gjëra që ndoshta janë të vërteta, por jo edhe ti lansojmë ose publikojmë sepse mund të vim deri te një traumë psikologjike njerëzve. Pa raste konkret. Për shembull, ndodhi kjo vetëm lajme të zeza, vetëm lajme të këqija, ose tash sikur po dëgjoj shpesh madje për vredhën në popullatën e gjerë, do të bëhet lufta e tretë botërore. I dërgoj forcat kjo atje, i dërgoj forcat. Një transmetim i një lajmi që krijon panik në popullat. Kjo është shumë ideale të ndodh. Kjo është shumë ideale. Unë të drejtohem sepse si njohës i shkencave islame dua të di ato kushtëzime fetare në dhënien e lajmit. Pra kemi rastin e transmetimit, e të bërë transportues të një akuze, pa u marrë fare me vërtetimin e asaj akuze, sepse ajo mbetet në opinion, edhe këtu ke përgjithësi, ajo mbetet në opinion. Ti Ferdi, dhe po e bëj pak familjar dhe pak me ilustruese, ti që e the këtë gjë, sepse që ndodhë në defektet gazetareske, unë bëj transportuesin dhe nuk bëj përpjekjen për ta vënë me shpatula për muri Ferdin, dhe ti them ti që e the këtë akuzë, a mundesh në këtë moment të ofrosh 2-3 fakte për ta bërë sa më bindse të gjë, 2-3 fakte, që edhe publiku të binde që kjo që po thua ti për Bariun është e vërtet. Këtë nuk e bën media. Ishte interesante, po ndiqja i ditë një emision. Nuk e bën në arsutimi se këtë rast e luan rolin prokuroria, e cila merret tash me akuzat e tilla. Jo, kjo nuk është çështje prokurorie, kjo është çështje e profesionalizmit gazetaresk. Pra sepse e ndikon në rritjen e ndërgjegjësimit të politikanit që kur ta nxjerrë akuzën, të paktën të përpiqet të jesh bindës për këtë dhe thotë e ndërtoi dhe e them të akuzë në bazë të 1, 2, 3, 4. Po ndiqja një mision sepse unë i ndjek në mënyrë të imësishme sepse më duhen për profesionin tim.
ku përfaqësuesi i minoritetit në Shqipëri, zoti Dule, po ankohej për çështjen, po thoshte që duhet largohen tekstet që përmbajnë urrëti nga librat shkollor dhe normalisht gjykuar me kontekst bëhet e fjalë për aludonte për tekstet të cilat kanë urrëtie për sa i përket komunitetit minoritetit grek. Gazetarja nuk tentoi më dhe ta çonte më te pyetjen duke i thënë a mund të na nxjerrësh në mënyrë konkrete se ku janë këto tekste, në çfarë libra janë, në çfarë viti, në çfarë klase, për cilat bëhet fjalë konkretisht, dhe u la vetëm kaq. Pra ai e tha fjalën, media e transmetoi dhe në publik u la sikur ato ekzistonin vërtet. Realisht ato nuk ekzistojnë. Do shta me u ndërlidh pak me kontekstin, mendoj se kemi një konglomerat faktorësh këtu. Një rregull i pashkruar në gazetari theksohet që kush i financon mediat në një farë mënyrë edhe i kontrollon mediat. Edhe nuk duhet habitemi se në shekullin 21 varësia mediave dhe nevojat për financa janë shumë të mëdha. Atëherë unë po nisëm nga përvoja ime. Askush në 20 vjet që unë kam punuar në media, asnjë pronar, mua, edhe këto janë, po ka, unë nuk po them, po është një mit. Po flasëm, por nivelin, përgjithsi nivel global nuk e përfshi. Nuk ka guxuar pronar media të më dikton linjën e vet editoriale, absolutisht kam vepruar në liri të plot në atë që ka qenë bindje ime dhe se kam pasur kur këtë problem. Ne kemi rast në nivel global, lemo në nivelin, në kontekstin lokal këtu ku jemi. Së dyti, kemi parë që në shumicën e rasteve kemi më shumë një kuantitet sësa kualitet të prodhimit të gazetarëve, sidomos gazetarëve të ri, që shumicën e rasteve ndoshta kanë kryer një magistraturë me gjithë respektin, mirë po në anën praktike një pjesë kogja e madhe kanë një lloj profesionalizmi mediokër. Së treti, konsideroj që këtu një pjesë e fajt është edhe tek publiku, sepse në rastet e shumta ndoshta ka të drejtë Johan Günther kur i nda njerëz në dy kategori, në emigrantit digital dhe vendasit digital, njerëz që janë pasionuar pas thjesht mjeteve teknologjike dhe i shfrytëzojnë internetin ose këto mjetet e komunikimit masiv dhe në njerëz që nuk kanë filluar të adaptohen. Në këtë drejtim, sidomos që në ratat e reja ose thjesht publiku i gjerë i klikojnë lajmet vetëm sa për një informim ose titujt, por nuk hynë edhe në strukturën e mbrëmshme. Në këtë kontekst, edhe gazetarët mundohen në farë mënyre në disa raste, nuk po i përfshi gjithë sepse kemi gazetarë shumë profesionist, mirë por në disa raste mundohen që kalimthi ti ka përcejnë dhe mos të futën në problemin, vetëm të bëjnë si bum mediatik, të krijojnë ndoshta një fake news e cila si virus është përndarë në gjithë botën, madje së fundi sa pash Gjermania dhe Franca kishin fillu që të merren seriozisht me punën e fake news duke konsideruar që të hartojnë një ligj të veçantë i cili do të ndalonte një gjë të tillë sepse tëra po ndikon në manipulimin e masave dhe në farë mënyre njerëz deorienton ndaj problemeve tjera dhe thjesht po pajcinon edhe vetë privatësinë e individit. Po në fushën e aspektit të komunikimit kjo është mjaft e vështirë të diktosh disa rregulla përveç se të përgjithshme për të futur deri në pikën e lirisë së tjetrit për ta trajtuar lajmin. Çfarë do them? Le të bëjmë një krahasim. Krahasimi midis ligjeve të turizmit, ku në shumë vende të botës janë tash pra ku ty nuk mund të jepet leje për ushtrim të një tregtie që ka të bëjë me turizmin nëse nuk plotëson kriteret, sepse për shkak të një defektit tënd dëmtohet edhe në terma tregu i gjithë zona turistike, pra krijimi një imazhi dobët, askush nuk të jep ty leje të ndërtosh hotel, të ndërtosh restorant, të ushtrosh, dhe kjo është lehtësisht e aplikueshme. Në rastin e mediave, është një lloj lirie që e ka individi dhe është varet direkt ke etika individuale dhe ke botkuptimi individual. Paracakohesh si përvojë personale, po bombardohet publiku me lajmin e prishjes së prodhimeve bujqësore. Filan vend ngel kalbet kjo tregu.
Dhe unë që i njëja disa realitete ku nuk ndodh kjo gjë, ju drejtova një prej këtyre realiteteve ku nuk ndodh kjo gjë dhe gjithçka shkon vaj dhe shkoj tek një realitet i tillë ku jo vetëm që nuk kalbej asnjë prodhim, por kur personi që ishte fermer e kishte të garantuar edhe për 20 vite të tjera. Madje ishte në siklet sepse kërkesa ishte aq e madhe dhe ky nuk i përgjigjej dot. Nuk i përgjigjej dot dhe ja servira këtë publikut për të thënë që ka dhe realitete dështimesh, ka dhe realitete suksesshëm. Dhe nga realiteti suksesshëm, unë mora një direktiv, ti që e ka qenë suksesshëm, pse ato nuk janë suksesshëm, dhe ky përcolli direktivën, tha, ja ku gabojnë dhe ja ku për ta përmirësojnë. Kjo varet, kjo është në varësi, kjo nuk është diktim ligji, s'më ka diktuar mua, kjo është një etik individuale e zgjedhur nga unë. E zgjedhur nga unë. Po është fakt që do shta është përzgjedhje ti personale mirë, për tash varet këtë synimet e ti se çka ka prapë atij. Që jo të gjitha mediat janë për shembull Jo them që është shumë e vështirë të kontrollohet nga pikpamja juridike kjo gjë, të diktohet nga pikpamja juridike. Deri te ku të korrigjohet ose se të pak a shumë të kufizohet, sikur për shembull kemi rastin në Angli, që me sa diun se nuk gaboj, se për këtë filmave horror e ka ndaluar domosdoshmë publikimin ty për shkak se shumë fëmijë janë traumatizuar për aty në filmave, jo vetëm fëmijë, por edhe të rritur. Që do të thotë se edhe qeveria nëse ka interes, janë pak me zbutë me rujt psikologjinë e popullatës së vet, ka mundësi disa kufizime të caktuara të bëjë për rujtjen e shoqërisë ose mentalitetit të tyre, apo të mendjes së tyre. Se për këtë mediave tash kemi edhe qëndrime të mediave të caktuara që ndoshta qëllimisht e bëjnë të amulli edhe me titull, edhe me lajme të tilla, sikur përmendë ju lidhur me akuzat ose prodhime të ndryshme, që me kriju popullata një opinion të gabuar për shkak se kjo vjen si pasojë e qeverisë X partisë ose domethënë X qeverisë caktuar. Kto janë të qëllimshme. Prandaj këtu ai roli fisnik edhe roli ai etika gazetarisë që përmendëm më herët mungon. Edhe tani këtu tani vijnë edhe problemet. As më tepër kur përmendën se tash ka njerëz me paragjykime të caktuara që edhe mëna komunitete me bu përqarje, sikur që përmendën rastin e grekëve atje, ose mëna komunitete fetare, etnike. Unë i kuptoj qëllimin, thash. Ose grupore klanore, ose grupe politike, gjitha ato janë që nuk janë gjitha fisnike. Mirë, për atë dhe Islami thotë të kjetë kujdes, kjetë roli qytetar dhe fisnik e mos del rol denigrues, rol degenerues, rol devijues, edhe rol dezinformues i media me ikë për asaj çka është në esencë që duhet me thonë. Sepse është një temë që pa dashje më përfshin dhe mua në debat dhe nuk mund të jem thjesht një gazetar klasik me pyetje. Para 3 vjetësh ndodhi ajo ikja, fenomeni ikjes masive. Dhe një gazetar bartës që kisha në Kosovë e testoi se çfarë qëndrimi do mbante personalisht. Mbajti po atë qëndrimi që dominonte në titujt e medjave. Pra, mendimi standard që këto po ikin për kushte më të mira se s'ka punë dhe i them ti do bësh një diçka. Do shkosh te stacioni i autobusit dhe do marrësh disa mostra. Do përzgjedhësh disa mostra nga autobusit. Dhe do shikosh të këto mostra. Do i interesosh çfarë kanë lënë brapa. Shtëpinë që ka lënë brapa, statusi social, vendet e punës, do të analizosh pamin që kanë, orën, celularin, cilësinë e veshjes, dhe nga një qëmtim i tillë doli në përfundimi që ishte një ikje pa justifikuar në termat që shite varfëria pa punësia, sepse të 3-4 mostrat që u morën rezultuan që nuk justifikonin. Ishin njerëz të punësuar me 600 euro roga, kishin lënë vila pas, kishin lënë makina pas, dhe në pamjen e tyre, me fjalë se përgjithsisht ishte pamje mirë, nuk rezultonte. Pra, këtu ishte çështja që kishim të bënim me një psikos kolektive, më tepër ishte një psikos kolektive se sa me një gjykim racional të ftohtë mbi ikjen. Kjo ishte në funksion të zbulimit të një vërtete e cila po mbyte në një farë mënyre nga një dominimi, një mendimi standard, sepse kudo në çdo vend botës mund gjesh një arsye për t'ikur. Edhe amerikanë ndoshta e ka një arsye për t'ikur nga Amerika dhe për të shkuar në Australi.
Por e që është që dhem shumë është ajo verbria e popullatës së gjë që beson gjithçka se tash vërshimi i tyre lajmeve, plasimi i tyre më të madhe, edhe ky vërshimi shkencor dhe zhvillimi teknologjik ka bërë që besoj se gjithçka që lansohet është e vërtetë. Prandaj edhe besojnë këto lajme dhe këto informacione, thuajse ashtu janë pa u thellu domosdoshmë studimet analitike. Këtu është momenti pastaj për të përcjellë një mesazh të publikut, që keni kujdes mos gëlltitni çdo gjë që u jepet. Jo, absolutisht. Dhe merrni atë çka është e nevojshme dhe dobishme. Mirë, është një temë që ndoshta do deshte dhe minuta më të shumta, sepse edhe ndoshta dhe aktorë më të shumë për ta shtjelluar. E rëndësishme është që mesazhi të jepet dhe mesazhi të jetë ndërgjegjësues. Si për palën e bërësit të lajmeve të gazetarisë, palën prodhuesit të lajmit, ashtu dhe për palën konsumuese dhe konsumatorët të tij, siç është lexuesi. Pra, këto dy palët ka nevojë për një lloj ndërgjegjësimi, për njëra që i shërben moralit të tij individual dhe respektit për profesionin dhe për veten dhe pjesës që i përket shëndetit mental, sepse gjithçka që mund të merret nuk është vetëm se në dëm të shëndetit tënd mental nga ana e publikut. Ju faleminderit Bari dhe Ferdi për të gjitha shpjegimet që tham, besoj që pra sa u thatë kanë qenë shumë të dobishme për gjithë audiencën që na ka ndjekur. Faleminderit të dyve, bashkë mirë takojmë.